Mirëmëngjes, shpresoj dhe uroj të jeni mirë. Mirëmëngjes për ju që shihni në mëngjes, ju që shihni në mbrëmje, mirëmbrëma. Kam bërë video në kanal për Matrix, për sistemin që po ndërtohet, që është në fazë të avancuar. Kam bërë video për arkontet e presupozuar që komandojnë që organizojnë këtë sistem. Kam shpjeguar çfarë janë arkontet duke ju referuar David Icke. Ai ka jo të rrotullosh aty në plur. Mos u bë pis. Ndjes. Shumë nuk besojnë në këto gjëra, për e drejta tyre. Sikurse shumë e kanë më të lehtë të besojnë në një zot imagjinar, cilin se ka para askush, cilin se ka prekur askush, me cilin s'ka folur askush. Edhe të mos besojnë, apo t'ju duket normale kjo që po jetojmë. Edhe kjo është çështje e tyre, drejta gjithë secilit. Por cili është arkitekti i gjithë kësaj, i këtij sistemi që po avancon vazhdimisht? Tashi e fundit ajo që duan të bëjnë moneda digitale qendrore, bankës qendrore, që do të thotë me një klik në bank ti nuk ke më lek, s'ke para, nuk jeton dot. Që do të thotë si krediti social në Kinë, që paka shumë një pjesë e di ç'a është, po u solle mirë, po zbatove ligjet, po zbatove rregullat, po nuk bëre thyrje, ke pik. Po që se bët diçka, shpreh diçka që është kundër regjimit, kundër sistemit, pak nëjsi s'ke një rregull, s'ke një ligj që mund t'jeti pa drejt, por ti s'ke të drejt. Zbriten pikët e kreditit social dhe mund të vi momenti që fillimisht ti kufizohet e drejta për të blerë, kufizohet jo thjesht e drejta për të blerë, po edhe për të udhëtuar. Nuk rekomandohesh më në punë. Pra, fëmijët e tu nuk shkojnë në përshkolla, nuk shkojnë në universitet. Pra, vdekje e ngadalt. Njerëzve ju duket çudi. Ju duket çudi, ju duket komode ajo që thonë, sepse që t'i bindin njerëzit, ju ofrojnë komoditetin. Është komode për shembull rri shtrirë aty në divan, në shtëpi apo në koltuk, edhe shikon Big Brother. Shikon ato palaçolligjet aty. Komode. Nuk ka më rehat. Edhe me këtë të ofrojnë komoditet që të paguash me cip. Ne ke cipin në dorë, s'ke nevojë për para. Kanë kaq kohë që thonë paraja letër. Ma nuk e din, mbani mend kur filluan të thonin në kohën e pandemisë që nëpërmjet parave shpërndahet edhe virusi, sepse e prekte një smur para në letër dhe pastaj e prekte ai që ishte i shëruar, edhe smurë çdo ai me prekje. E plot tilla, një pjesë e mirë juaja edhe u vaksinuan, sepse besuan në atë gjë. Pastaj pasojat gjithse kush i di vetë. Tash problemi është kush është arkitekti i këtij sistemi ku jetojmë. Cili është arkitekti, kush e bën? Dikush, besimtarët mund të thonë Antikrishti, Bisha, Luciferi, Satanai, Iblisi, apo jo. Tjerët që shkojnë më tej thonë, siç flasim në ato videot, arkontët. Hajde Ajka ecim ngadalë. Prit Ajka. Do bëj një video për këtë që natyrisht, si dhe të tjera të kësaj natyre, është vetëm për ata që mendojnë me kokët e tyre, që janë zgjuar, që kanë filluar të zgjohen, që kanë dëshirë të zgjohen, kanë dëshirë të marrin vesh çfarë po ndodh realisht rreth tyre. Kështu që për të tjerët natyrisht do jetë një prallë si shumë prallë të tjera. Edhe le të flenë gjumë, le ta përdorin si prallë për tjetër gjumë, ky është problemi im më. Kështu që së shpejti, besoj që për 2 ditë do e bëjmë gati këtë video, me ndihmën edhe të Ajkës. Ajka do më ndihmosh, besoj. Ajka ka mendin ke vrapin miq. Po vrapove me të i rregull, po s'vrapove të kthen kokën të shef do lëviz apo si ka hallin.
Mendoj si temë është interesante dhe është aktuale edhe është shqetësuese, shumë shqetësuese. Po të shikoni edhe këtë që po ndodh lufta në Iran. Nuk dua të hapem në temën e luftës, por mendoni diçka. Dhe në rast se mbyllet lufta tash, pasojat e krizës energjetike parashikohen të zgjasin 5 vjet. Të paktën rreth 5 vjet. Rreth 5 vjet do të thotë që të jemi rreth vitit 2030. Ju kujton gjë kjo 2030, agenda 2030 që ka kaq kohë që flitet? Nuk ka asgjë të rastësishme, janë të gjitha të llogaritura. Kush është besimtar dhe mendon që do të shpëtoj Zoti, le të vazhdoj të lutet. Lutet se kanë 2 vjet që lutem dhe shpëtimi s'po ju vjen akoma, mbase ju vjen tash i këtyre me këtij brezi. Edhe në atë rast shpëtoj popullsia e botës. Kështu që të dashur miq, takohemi së shpejti në këtë video që do të trajtoj pikërisht këto tema aktuale. Çfarë po ndodh, çfarë po bëhet, jo luftën, por çfarë po ndodh me sistemin, me këtë matrix ku jetojmë. Kush është arkitekti i gjithë kësaj? Miq, ju uroj një ditë të mbar. Kalofshi një ditë të bukur. Ju që do shihni në mbrëmje, natë të mirë, gjumë të ëmbël. Mirupafshim.